Mbështetja e produkteve vendore dhe bojkotimi i produkteve serbe është apel i vazhdueshëm, sidomos pas disa statistikave të muajve të kaluar, ku është parë rritja e importit të produkteve serbe në vendin tonë. Thirrjet e vazhdueshme vijnë edhe nga konsumatorët, të cilët individualisht bëjnë apel që të bojkotohen këto produkte dhe të njëjtat të zëvendësohen me produktet vendore. Fushatat të ndryshme për bojkotimin e produkteve serbe vazhdimisht marrin vëmendje, sidomos ku nëpërmjet rrjeteve sociale bëhet thirrje për ndërgjegjësim qytetar për bojkotimin e këtyre produkteve dhe zëvendësimin e tyre me produkte të cilat prodhohen në vend, duke shtuar edhe më shumë vetëdijen kolektive dhe duke përmirësuar ekonominë vendore. Në kronikat e shumta të realizuara vazhdimisht nga televizioni Syri në lidhje me bojkotimin e produkteve me origjinë serbe, në opinionet e qytetarëve, theksohet se nëse blihen këto produkte, po financohet shteti i cili ka kryer veprime gjenocidale mbi popullin e Kosovës. Vlen të ceket se në këtë drejtim, përveç konsumatorëve, edhe bizneset e organizatat të ndryshme vazhdimisht synojnë promovimin e produkteve të prodhuesve lokal.